Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, jemi në fshatin Mleçan, komuna Malisheves. E keni kërku me të madhe Mleçanin, ja ku e keni Mleçanin. Ky është fillimi i fshatit, do njoftohemi me këtë fshat sot, do njoftohemi edhe me banorët. Fillimisht po shkojmë këtë rrugën, dhe pse pak e kemi problem, do e shihni më pastaj, me qef kisha vazhdu kështu drejt, por që hajde po shohum se çfarë jete po bëhet në këtë fshat. Në përgjithësi Malisheva i ka fshatrat shumë të mira, përveç kësaj edhe njerëzit janë shumë të mirë. Janë mikprica, por se si do kalojmë sot në Mleçan, mbetet me u pa kjo për gjatë minutave në vazhdim. Fillimisht po e komentojmë, është infrastruktura nivel, mungojnë trotuarët, po e dini tash, se në krym kanë hinë këta trotuarë, por që nuk mundem mos me cik. Kohën e kemi vaj halli, kohën e kemi me erë, nuk ma dën heq njerë, po qa ti bësh? Duhet me punu, duhet me vazhdu. Nuk është e po shonë këtë pjesë diçka përveç shtepive edhe infrastruktura, pra asfalti. Shtepas ka qitë një pjesë të kubzave, ku janë njerëzit që na kanë shkru me ardhë Mleçan. Nuk e keni idenë se sa shumë mesazhe kemi marrë. Po besoj që na qëtë kjo rruga në pjesën, në rrugën kryesore, a mundë me dalë kënej? Po, ashtu edhe mendova. Ky andë bosi, apo të pihet kosi, hajde shkojmë. Po vazhdojmë, e pas kemë edhe një pjesë, po më duket që nuk ka dhe shumë shtepi, nga largë, jem të e po një qënë të ri, pronari i ri shtepin e ri, e gëzofshin. A ka mëre Gjerenika, dikush i thot kujësia, unë personalisht i them Gjerenika, s'kan lulu, po tash këto frutat e verdha i ho shumë, pëlqejnë shumë. Ka të shkojnë në përpen. Fshati po duket, jo po duket, po është një fshat shumë i madh, pra me shtrirjet e madhe, pozitin e ka interesante. Vende është rafsht, vende është me përhit, edhe ka shumë shtepi, por sa është si fshat i banuar, këtë nuk e dim. Mbetet me u po, unë nga këtu po shkeputemi, nuk po komentoj, po morrëm pamje, e mandej po kalojmë në pjesën kryesore, në rrugën kryesore, ku na qet atje. Ktheva përsëri, se jam të e po një banor. Hajde më shkojmë po e përshëndetum. Po shpresoj që ka me pas një kohë të shkurt. Sot për një përshëndetje! Si jeni, puna në barë? Si jeni? A na të regoni diçka për fshatin, një 3 pyetje i kam. Do shta dalin bëhën 4 e 5. Si jeni, Dorontina? A jeni mirë? Qish po kaloni? Jeni banor i fshatit Mleçan? Si është fshati, për çka njihet? Njihet për rapset. E pse jo mu ullon e jo, shty ju pak. Qashtë?
Unë kesh të punu të një ula. Edhe unë të punu, prej fillimit jem të punu. Kështu që e du pak pushim. Njët për rapsod, e thatë. Banorët, si janë banorët në këtë fshat? Është fshati i banuar? Kanë shku pak për jo shumë, kështë ka ala ka bëllë, me thushëm. Sa për që në mundë me thonë që ka nicë? A, për mes nuk e di. S'kena bo motje. S'na ka... Si pas statistikave nuk keni Jo, s'kim ku fast. dvotime va diçka që me ditë. Ja, la jo. Si ju kanë rënë dorë se gjithsesi janë. Është 20% 30 kanë shku, po, me siguri. Po, Mërmania. Çfarë jete po bëhet këtë fshat? Një çka mirë, një çka punon, një çka ka në fshat, çka s'ka. Bujësia të gjitha, bujësia. Punojnë një shkollë, me gatë ka. Çka kultivohet mas shumë ti? Po, qëtu, zakonisht. Çto po? Familjet bëhen nga pjesa bujqësisë? Ja, valla, ja. Ose vetëm për çefa? Kohën këto si mrena si punojnë, ka shumë kohë jashtë si punojnë, po edhe këto ka mrena ka mjeshtër, ka komuna me lëshirë, ka mjeshtër. E juve që njini se jeni njerëz shumë punëtorë dhe i keni bizneset e juve, Po, private. po. Ne jemi thuja se në fillim të fshatit. Qa ka nevoj fshati me pas diçka? Ujtë me kena gypa të rregullum për ujtë kërës në ka ardhë ujtë. Mas shumë të kemë probleme me ujtë se qilim në poseta këtë, po gjdo posetë si qilim kushtën 2.000 euro, 3.000 euro. E ta është sa po edhe sa fshati. Për shto ka nevoj mas shumë të rrugë, mirë janë rrugë si këm kesh, vetëm shto për ujtë. Kena pas problem na me rrimë për muna me lëshevë, si dhe mas në kena pas shumë problem. Që një vetë në ka rregullu shumë mirë, kemë rrimë, mos kemë nevoj asë për kësiri për forcu dhe kërgjë. Po, shë dhe shtyllat e Po, reja. të Ta reja, që kanë vendosa? Shtyllat i kanë vendosur pak ma heret, po amo kanë pas tensioni shumë tëllë. Tash është mirë shumë, po. Ska nevoj për forcime, si i thojnë atina se s'pëm kujtohet. Korrektura, Korrekt, ja, po, s'ka s'kemi nevoj. nevojë. Ja, i kem pas, këtë i kom hjekun, me të shtëpi, se me të lokali, këtë që kom pas 13, kom hjek për një herë, i kom hjek se kena rrimin e mirë, që një vetë diçka kena rrimin e mirë. Shëqër. Po. Shkollën e keni? Çdo afër shkolla është. Gjami? Edhe xhamia është më poshtë. Që janë ndërmjekësisë familjare? Jo. Qërë dhe ju? Jo, në veçantë. Shkolla është vetëm fillore apo edhe mesme? Është din në klas 9. Klas 9. Po, tani shkojnë Kiev, shpërndahen në për komunë Malishevë ka më shkojnë. A jeni kështu hiç mik prit së mshatin Leçan? Vallai, si shama thonë. Se mshatra tjera më kanë prit shumë mirë Malishev. Qëre, na una jona jena pak si pak jena me në mlaj. Se ç'është? Nuk mosafert ka desh drenica një tjetër pritik. Edhe knipe Malishevë bonja një edhe janë shumë pricat mirë. Na e kemi natyrën vetë ç'është jemi pak. Jeni pak më të ndrojtë ndoshta. Jo më kena vetën hoj pak kështu. Që ta dhe hajgorët e mia të kanë dukë shumë tepër ta. Mënyra si jena bosa. Mirë që po e pranon tash e mora përgjigjem se të kanë dukë hajgorët shumë. Spedi. Normalisht, kjo është varësisht edhe prej personit. Unë ju falenderoj për kohën. Jo, s'ka problem. Ma bëni halal. Po që inshallah i shkon puna mirë, ndoshta më organizoj atë merrne. Primije. E falenderoj banorin i cili na i dha ca informacione lidhur me fshatin në Mleçan. Po vazhdojmë kështu, a? E pse herë kështu herë ashtu të shtash më ka pështjell krejt. Katuni. Hajt po i vendosëm shtat gjëzllëk, se s'jam të po. Kemi kohën edhe vrënt, edhe me diell. Diteron pak sot, po do e letojmë. Si që më të regoj edhe banori, miren shumë me bujcinë e këtë fshat, jam të i po edhe pajisjet, pra traktori, që kjo është 99 që ja? 97, që që thejshë? Ferguson sështë, Astrakovic, që të dhja i kom supermensh. Janë kësi traktor ma të vegjel. Gjerman. Me cilësi gjermane, a? Pas kanë fillu pra me punime, e pas ka me siguri pjesa e ti, tash a ka me mbjell në diqka, a ka me shtru, po nduket që ka me shtru, diqka ka me ndreq. Borin para shpis, po. Se këtu nuk mundet me mbjell dëmote në skajt të asfaltit. Ja morën gjysën kalimtarët. Një market ishë Zadruga e mbyllër. Fshati është interesant, e ka një natyrë interesante, një strukturë, është shumë i shpërndam edhe me sipërfaqe bukur të madhe, gjë që kemi shumë punë për të bërë, ne po shpresojmë, urna? Vllai 39-shët? Ja, pra, edhe një tjetër familje që i ka pajisjet bujqësore,
pranë dyrëve të shtëpisë me kanë me I gjitë banorët kënej, po janë tash edhe në përpuna, duhet me pas bon kujdes mos të ecëm mes të rrugës, se njerëzit nuk e dinë që na I ardh. Tash pse jemi orë këtë, na se kemi shkliru Kosovën. Të ecëm trotuar, po trotuar s'paska. Po ecëm skejt kështu. Nalë pak! Ta caku durën, si a jemi Që, ka pa. Nalën qelë se pun po zhurë. Me shëndet, me punë. Mirë, rahat. Jo, liri të punu të lumt. Kështu më knaqet syni kur I shën në teshat punës. Ani, faleminderit. Qa po bëni? Qysh po kaloni? Si bujk, po mirë. Shumë mirë. Që vejtë puna? Mirë, Apo ka për lodni? zotit. Tanat ka pak. Shotim leçan. Po, më leçan. Për çka njihet? Si janë banorët, kjo më intereson. Banorët, si janë? Për tanat A janë mirë. njerëz të mirë? Shumë. Mikpritca bujor? Mirë, nuk është keq. E dini për afer se sa banor jenë ose sa shtëpi? Allah për shtëpi duhet me konë dikun 300 e diçka, sa këtybe nuk e di. A e kanë praktis fshatin heq? Edhe. Por I nisi jo, sa kanë bit? Po, brenda një fshatit? shumë pak. Ka e në shu, ka e ndoll? Janë dal jashtë krejt. Ata po, ata cilët janë këtu, me qa po mirën, qa po punojnë? Po, I punë ndryshme. Ndryshme, se cilin e të profesionin e vetë. Po, ju qka po kultivoni? Misrin jem të mjellë. Po, laverdi heq? Po, nuk është keq. Nuk është keq. Me shpris, çdo herë kjo nuk varet edhe prej mive. S'ka tjetër, që e gjenalt. Feks. Ne do të mjavo punën. Po, ju familjarisht punoni, apo? Po. Po ja delni? Po mirë, nuk është keq. Manku nuk Po, është. tash me ju pyet sa lagje janë brenda fshatit. Fshati është shumë I madh. Po, dëmon këtu jem kryzi edhe gash, edhe një pjesë tjetër është shol. Shon. Po. Cila lagje është më e bukur, cila pjesë? E thë e njëjtë është krejt. Po, a ka nevojë diçka fshati, edhe pse e pash, po çka ka nevojë kështu me pas? Allah e nevoj ko sot dosh. E në marrë heq me fshatin, me ndërtimin e tij, shumë pak, a? Shumë pak. Po më duket veç ju si banor veç që keni kontribu. Po mërgota? E ju kanë ndihmu mërgota? Di shka me të thëmë. Po qojnë parat aty jashtë? Quajnë për se cilën e përshpijat E përshvijat veta. Po. Po, se cili shtëpin ma të bukur se Ja, tjetri pas mirë, të nuk është keq. Aja vjen me u marrë sot me bujtësi. Po kush dënë me punu, po. Se e kanë lënë bukur si shomonash. Pak shkën edhe me qeth, me dosht punën. Pa Feks. morë për asysh shka punën, me bujtësia, dish në dërtim vish me dosht dhe s'ka tjetër. Nga cila mosh ju keni fillu me u marrë me bujtësi? Vallaj, Shumë I moj- vogël. a? Ja, jo, shumë I vogël, moj të thamë që 10 vite që është të dishka. Shiri. Po. A pra po I bjen se shumë I ri ja ke Ja, fillu. Shumë mirë. Tash po shkon Nora. Po. Apo të preta që na I kosha veç vet ki. Ja veç vetë. Ne dëshirojmë punë të mbar. Faleminderit. Ishte shumë knaci. Faleminderit shumë për juve. Gjiro Shumë pofshi, mirë mbetëshi. Faleminderit. Po ma kop komen, po ma bën mysh të bluar. Një djalosh I ri I cili nuk din t'i thot punës jo, kështu pra do të me marrë shembull, është një shembull shumë I mirë. Mund të themi është shembull edhe më I mirë, pse mos me u braktis fshati, të thot me jetu, me vepru mundesh në për fshatra, që thojnë prej gurit mundesh me nxjerr diçka kur dën. A kur nuk dën, veç nxjerr vegza. A ne? Ne. Hajde po vazhdojmë miqtë e mi. Edhe një ish zadrug që tash kishte mirë me u shëndru në market, por që kështu ka lëvizje, bukur se shumë. Në rrugë si që një të e pa dhe ju vetë, po s'kem qka me bo, ashtu si na presin, si kemi fatin, ashtu do edhe pasqyrojmë sot këtë fshat. A, më I dorën tin, qështë të kur të poshën të lidhët goja. Normali, ashtë kush po në nga bën. Sa I që rrena I zgabën. Jam të e pa lindi thast me miell e pas ka dhe shejen e grurit, blujnë po m'duket. Ti qka bojnë? Po, në anën tjetër jam të pa dhe thas, si I thujnë, plihra artificiala, po,
feks. Pika grumbulluse, kështu po mendoj. Me shku me i pyet ç'ken të bon, ç'ish po kaloni, s'pa shka i heq. Dhe varrezat e fshatit nuk du fokos nga pjesa varrezave. Tash dolëm përsëri aty ku kemi fillu. Është fshati interesant si që tregova, ka shumë hyrje dalje. Për çka një tjetër fshati, po e them kështu në gjuhën popullore, për çka është në zonë. Nga ky fshat vinë bit e sefë Mleqanit, rapsodet nga Kosova. Shumë respekt për ta. Tash miqtë e mi, jemi në qendër të fshatit Mleqan, jemi pranë objektit të shkollës, një objekt shumë i lezetshëm, edhe ngjyrat i paska shumë cute, të bukura. E pasa një pjesë bukur të madhe të uborit, por mungon. A mungon as mungon, fusha sportive, nuk jem të e po. A e kanë? Po atje, tash jem të i po, nga portat. I pas kanë shumë të vogla. E pas kanë edhe fushën e sportit, por se sa është numri i banorëve, i nxonca. Por se sa është numri i nxoncave, këtë nuk e dim. E pas kanë edhe pjesën e trotuarit, po më pëlqen jem të e po. Përshëndetje, një banor. Jemi me kamerë 2 minuta për fshatin, a na tregoni diçka. Si jeni ndërum tina? I sveti. Vjen mirë. I sveti kryetari, kryetari i fshatit. Bashkë 20, kryetari i fshatit Mleqan. Sa po mbohet shefi. Kryetari i fshatit. Sot qenë kemi me fat. Po, se kush më mirë se kryetari din me na tregu për fshatin. Po 7 muaj kemi përpjekur të tregu të gjitha çka i ka peripetit fshati jon. Ka banor për shkakun si mas banorëve si mas. Çka do që ju pyetni. Ti je kryetar i fshatit Mleqan? Unë jam kryetar i fshatit Mleqan, e kam Pllaqicën edhe Gullmosin. E nga sa lagje është i përbër fshati? Fshati bëhet për 7 lagje. Për 7 lagje, ka lagje disa më të vogla, disa më të mëdha. Edhe ka kem gash, kem kryezi, kem zogjon. Jetojmë ton atë në fshat, do më nuk jem kur probleme. E bëjmë një jetë si gjitha fshatat tjera. Shumë mirë, po më përgjithësi ju jeni njerëz kështu të butur më dukeni. Ashtu të qetë. Po civilizuar ndoka si tjera vetë na për ju. Po thua? Po mirë, nuk jem kes. Ai çera tash jem pjesë pak më e lartë, pak më lore, që mirën më shumë me bujqësi. Po. Ai fati që ka ndalë Gërbeqarët ka ndalë shumë jashtë, qaja tash për animon, se kemi pas problem me jetu. A ja bëjmë kështë? Më falë që po ju ndërprejmë. Po ecëm, edhe shumë fshatin, edhe bisedojmë, edhe nuk bëhem irritim për shikuesit një pamje gjatë gjithë kohës, se kemi shumë çka për me folë. Nga sa është numri banorëve që janë momentalisht brenda fshatit, që janë banor rezident? Vallaj, banor rezident, dikon do të bekon se dita statistikën e saktë vëq, është bukur, i ka dikur ka 1000 banorë, do të pas 1000 banorë. Mashallah, i kuft, pas këtë bëllë. Pa 1800 banorë janë gati këtë fshati, i kje për 1300 shtëpi. është prafërsisht. A dhe, tash nuk e kema statistikën... Sak nuk po e kërkojmë, jo, prafërsisht, me ditë ku jem. Qati pori. Pjesa e Mërgotës. Kiem Mërgot, bukur, mirë, jashtë. Hajde që ka kontribu Mërgota për Mleqanin. Mërgota, veç këshyri këtë shpija si ka bo Mërgota, komplet Mërgota i ka bo, edhe valloj shumita janë thota. Mërgota nga silë sot këtë. Sa mesazhet mi kanë shkru me po fshatin. Qëre mirë, shpijat këtë i ki, që këtu, të këtë rafësat dhe Kosovës, rafësat e Mleqanit, se Mleqani me djemë këtu. Na jem bashkë që kja rruga kryesore që da lidhë me Drenit, se të është Drenit, se nuk i kemë larë pitë ujtë. Edhe kemë një shatë Pllaqicë atë pak ma ofër, tani atje i kemë ma lekë. A keni raporte me ata Drenicës? Njihni po? Po, se këtu na jem rrugë lidhë, se jem edhe me Klinë, edhe me Skënderaj, edhe me Drenat. E je rruga ku të qënë? Në cilin logje? Tejnë malë. Tejnë malë.
Malla që atje nuk shkon më shumë, ka Cila shtëpi. logje është? Po ka të përzine, që s'poj me thot ashti, unë e logje po ka të përzine, që këtu faktikisht dhe ishtë ashtë logje e gashme. Që të pjesë që tu janë gashme. Pjesa këne janë kryezit. Atje janë shaltët, pa në thonë, dhe me thonë, i kem, shaltë është i përzim. E cila logje është më e mira? Pa logje ma të mira, e jemja. Kuptuat. Ja, logje tërë janë mira, nuk kanë... Kryetari fshatit ka kontribu ma shumë për logjet vetë? Jo, vallaj, jo. Qëra këtë trottoari këtyr shkon 1 kilometër gjysmë te Mbllëqica atje. Së nxënësat e shkollës vinë pe Mbllëqice, vinë këtu në Bleqan. E që këtë trottoar komuna ka bo pe atje edhe ndryshimi është, edhe këtu dalin shëtitore, në mbrëmje dalin shëtisin. Gra, burra e, se puna e... Shka kemi bo në? Po, i riposter në shatë, qa kime bo me shëtit? Jem qetë. E tash dhe shta me ju pytë vendas cilët janë. Po besoj ka dhe të ardhën, na? A keni të ardhën nga vendet Nuk tjera? nuk jem të ardhën. Kështë para shumë viteve. A, para shumë vite, ta shtë një ku e gjotë. Është si kanarë, në ashta, po une s'më me vequ si ka lagje si kanarë vënë. Nuk ka. Tu janë ardhë ikon bukur herët. Shati, ajo që mronë sy vende është shumë poster, po ka dhe prej atyre rrugicave që ka të këtë mbeturina. E keni dikon që kujtisit për fshatin, apo vetëm banurt? E kemi pas ma herët një, e kemi pagu kështu si fshat, po di s'mujtë me radë dagën mi, edhe pa të arsye tash që kemë nxënësat e shkollës ma shumë se si në për lokale pi morën edhe ata nuk pi gjujnë për mbeturinë ata dhe në vend duhur, po në vend duhur, e për që ta që kja bashkë që kja hymja, tete gjamija atje komplet është e pa pasër, po dhe ta me disë të nonë dhe kem me pastru fshatin. Me disë të nonë që ti mujtë po. Gjdo vit, kështë e Jo, keni? komuna Malishevës, komuna Malishevës e ka përcaktu datat, gjda pe 2 prill, gjda fshat është e pastru. Sa bukur. Edhe tash na kem radhën me disë të nonë. Edhe besoj si kem do veterina për Dhe thot deni bashkarisht kretë banurt e fshatit. Po, besoj si kanë më dorë tamë, për shumica në kanë betë pak në mu shtymë, se ta musha renura ta kanë hecë, që ta shpishati si mirën me bujësi, kem në agrarë të si mirën me bujësi, si mirën, kem si mirë për 200 hektar tukë, kem si mirë 10 hektar. Ka nevoj fshati për në ndryshim? Për ndryshimet janë, kem në rrugë, ale pa u kry, kem për ujë, valla kem pa kështërsi. Mu ka nënku banurët se nuk i keni punë të mirë me ujësjelës. Ne kem për ujësjelës, se komuna Malishevës ka 13 fshatra pa u lidhë në rjetë të cilësit, ato problemi maj madhe që na jem bashkët pjesë si grafikuj, edhe si e ujë. Si po ja bëne për ujë? Po Po furnizumi? kemi si që të shku mjetë fela, që të shku mjetë fela, pak e kem pa gjëmë rrimë, e kem atë pomba, dhe ta në pak në ka ranu kosta neve me ata që ka në ujësilë, se ujësilë që kërë vjen, nuk i ka që të shpëzdime të una. Besa dhe me rrimi mi ka pak, që ta shka fillu pak i kanë, që të rjetën e kanë rejtë, se mi ka pak. Që një vetë ishit mirë me rrimë, kështë më Që një thanë? vetë jem, bashkë mirë pas e tha, që një vetë jem, me rrimi e mirë, se bësa mërgata për të i kemë arë dimnit për S'kan faj. Se, as ka që në zeme, as ka që me përgaditi shka, dhe më thajme ka shumë ka kesë citata. Jem që e po një shtepi, ndërtim me si, përveç pas ka përfundu sa e bukur, është e banurit, këtu apo mërgot? Mërgat. Mërgot. Kej shpija shka po edhe ne ka mërgat, edhe fëmija të janë mërgat, dhe më thonë, ata neve në mojë, se po bësishin ata, na ka shumë jetu. Për fund, a ka fshatin ndë një histori që na nuk e dim, ose kur t'ju thëm njerëzve im kanë në Bleqan, me njerë kanë më pyet, e që shka luve në Bleqan, e që shëshë njerëzit, ta shka më thonë në? Bleqani e ka një pomë shumë bukur, si kur dirë shpejkive me fotografu Bleqanin, që ka pomën e bukur, pse ka pomën e bukur thamë. Se fshati është mes, tukën e ka pushti nuk e ba dam kur gjo, molin e kanë pjesën e nëntë, dhe fshati, pra atë arsye është fshati gati bëj miri, në që të treva si komplet fshat atje, shka janë e kanë përzine, për me dame me kështë të na, nuk ka dame.
këtu është, a di se është, kemi pas për një ori, kemi pas të hoxhallar që kanë studiu herët, kemi pas besa deputet që janë ka në Jugoslavin, kemi pas profesora, ka shkollum të, kemi shkollum të që dhe ligjeruin jashtë. Sa dhe kemi një student të, është në Danimark, që është me ato kapacitetet e veta, i pesin botë të bënu me bo rrymen me ujë. Dhe më ha, fshati njëhet për shumë sene që është fshat i furt, pa thëmë katonarë, i mirë. Unë ju falenderoj shumë për kohën, ishte shumë Faleminderit kënaqësi. edhe për ju. Të më isha me leskon. Qëllimisht hypa në traktor, që kur të vjen pronori, aj pa fol me mu, traktorin se alqoj. Qilcat? Po, qilcat i paska. Atikum. Atikum. T'ja morëm që traktor. Kemi me shku me vazhdu edhe pak pjesën e mbetur, gjithsesi kemi me marrë edhe pamje me drën gjithandej Mleqanit. E tash jem të e po një banor, ka në lokal të mrena. Përshëndetje. Si jeni? Mi ja u bo një pyetje. Kush është pronori? Vetë i rosh në dur, i rosh. Vetë e thirrë. Si jeni? Ajni mirë? Mirë, falem. Familja, Mirë, keq Panderit, nash. që këni gjithë kohë, kënë jarën këtë katon. Është kënaqësie jona. Panderit shumë. Jo mirë me familje këtë rahat. Mirë, jemi shlashë. Me punë. Mirë, që shtë pa, me si punë, si s'ka pak po mirë, që shtë pe kalujnë ditën, kohën. Je mirë deri sot se traktori shkoj. Pa i dërën ti nra se o dëshira jo t'jem me punu, për që kaj pëtaja. Veç ai e thuje punës. Veç në Algjin jem të lu, veç ka që punojnë. Po atin qysh, unë çdo ditë po jem në për fshatra. Dita po më shkon ashtu kështu komplet në fshat. Bile kështu të nxjerrë diçka. Mirë, kisha bo marë, na kësha një mu ka pak, kështu Po kujtë. vallaj, po në tërk roho ashtu kështu edhe unë. Po zbriti se nuk është etike, nuk e heshme me bisedu kështu në traktor ky më mnet në kom ja s'bën hiç. Çish po kalon në fshatin Leçan? Mirë, garantir, mirë. Për Mirë çka është, njihet mirë fshati? është. Ky katon njihet për rapsat dhe matë mëdhaj që i ka pasën të troje. Prej sef Leçanit, të dyve të sefës, prej dëshmorëve, Halili Mershalës, Beqir Sefës, Azenezës. Tu ky katon ka dhonë vazhdimisht. Është katoni maj njoftë në të jenë të treva. Tu edhe në gjithë Kosovën. Po, kur e Është një thu se katon. ka dhënë katuni vazhdimisht sa dëshmori janë nga ky katon, nga ky fshat. Nga ky fshati kemi në luftën e mbrëmje kemi dy dëshmorë, Beqir Sefën edhe Hazir Nezgryzim. Kurse në vitet e 46 është i vrarë në gjyshi jam Halili Mershala, në atë kohë ka qenë ballën kombëtare. Ky Sa katon jeti po bëhet. mirë, jetë e mirë është. Me çka mirë që punoni Mirë, ça me bëni. bujqësi, mirë me bujqësi, po është problemi Pasha zoti ju lumt se me bujqësi gjithandej jam të i pa traktort rrugëve kështu, se cili të shkuet tu. Është edhe sezon, është edhe sezona mbjedhje tash. Ministrit është një katon mjaft i bukur, i mirë, i kajshëm. Është në sin këtë katon me tu. E çka ju dallon prej katuneve të tjera të kësaj komune? Këtë katon e dallojnë njerëz që ka dhënë shumë njerëz këtu, kanë dhënë intelektual, rapsot njoftën, luftëtarë njoftën. Ka katonët, gjitha katonët ka dhënë, po ky katon është një veçanti, duket mua. Tash çdo kush është për katon vetë, po ne kam atë. Po duket me Se qenë me kemi shtrirë vazhdimsinë e kemi pe 46 tash ku është vrarë gjyshim. Është i vrarë 46 në vazhdimsi. Po të burgosin e të rrehin e të maltretunë. Zhdukën e të vrarën, do me thonë vazhdimisht ky katon ka dhënë non stop deri në liri. Deri sot në të ditët e solit që jem. Po sot më shumë të që na prekupon, që jetë të prekupon, që rinia po na ikë.
Ato është ajo Lilia, si në çdo fshat, po a nuk është mundësia me jetu me punu brenda fshatit? Nuk është, nuk di këtu. Përveç bujqësisë s'ka diçka tjetër. S'ka, tjetër sa nuk ka përveç bujqësisë. Nuk ka kështu. Fshati e ka një shtrirje bukur të madhe, a radhitet ndër fshatrat më të mëdha të kësaj komune? Përveç Drenucit edhe Bonja. Po, Bonja është më e madhe, Po, duket. këtë rreth është fshati më i madh, këtë rrethin ka graviton me këto fshatna që ka, kur këtë fshati mund të ka më i madh. Është një fshat po ka gjë i madh. Fshati i mirë është i madh. Qa mungon? Disa trotuar nuk i kishit, pero i sjellës pak mu kanë anku. Këtu mungojnë shumë se në i sjellës nuk ka. Rryma Deri tash. Pa, deri tash, që tash ta rregullu, po kur gjë shtylla s'kan rregullu, kur gjënin me 5-7 të skemi pa rregullu shtylla, pa rregullu ujë. Janë shumë sende që i mungojnë ti fshati, po tash të ardhmen. Vitë sa të umresh. Ndrojt sa ato. Edhe pse bukur shumë vite janë boqe nga pas lufta. Janë bo, Po besoj këtu elementet kryesore nuk është dashme i mungu, jo vetëm këtë fshat, po në asnjë fshat. Po qashtu është, po është problemi më i madh këtu si qeverit po vinë po shkojnë, se cila si po vjen. Derisa po rahatohen. Ta më para ato po prishet kjo, po më shkurtimisht është një problem shumë i madh është. A mundet me qenë kjo një prej arsyeve që po braktisem fshatrat kështu gjithandej Kosovës, që mungojnë disa elemente bazike? Braktisja njerëzve është për shkak të punësimit. Punësim nuk ka. Numër një. Po numër 1 është. Tash për shembull, po marrim shembull Fushë Kosovën. Fushë Kosova është grumullu për shkak të punësisë, që kanë qenë më shku me jetu njerëz. Po kam morri banesën, ti shka veç me afroni punë, me hi me krejt familjen, se s'ka këtu, s'ka. Bujqësin ti me faktin, bujqësin me prit një vetë. Edhe me këtu kushte bujqësia veç ka më shku ajo të ra. Njafti është hyp, fara është hyp, plehi është hyp. Në fond, kur ta do greç, këtë kimi që minus ato dhe son vjen barazim, se mund të morën barazim. Minus, s'ka. Këto është problemi më i madh. Besoj që keni me pas një mbështetje, kështu është flit. Na mbështetjen na vazhdo. Edhe inshallah keni me pas një virë të bërë qetshme. Nuk e di si u kom vera kalune. Vera kalune ka qenë 42-3 deri 45 gradë, ka përrit gjithçka, shikur s'ka ra. Inshallah kjo vera është na me u sjell su kemi, do mos kemi vaditje shtotarave. Veç shka e presim shka vje për snolje. Po, ju mirëni me bujqësit që sa vite? Allah pesim ka folë zotit. Si jemi sa që bëjsh dalun, po e u punkohën ka pak me ta. Sa me u marrë me diçka, pse jo për nevoja familjare? Për nevoja familjare, ju ndosene pak ma bio, pak ma të fresta, kështu për familje. Se jo që kultivojmë gjonat mëja, kështu për shambull, sukur ona podrime se ne me spejtë me këtër ju, po sa për viti, sa për nevoja tona. Që mos mi marrë shumë kohë dhe ju i keni punë të juve, për fund një pyetje me zveti brenda fshatit, a mundini me u martu? Mundu. U martoheni heq? Unë që motrën e kam të të martonën. Po, ndërë shpis? Ndërë shpis e kam motrën, ndërë shpis. Buke në shpet qojnë papuqet e motra. Me papuqet shka. E di edhe me qka shkon. E kam për rapsodin ma të mëndin, Ibrahim Sevgashi. Po, Ka që janë mësus, rapsod. Jemi ata e ngash, na jemi shalë, na jemi talën për një fshatit gubës, ata prej Savrove, kemi drejt më martu, ku marri nuk kemi. Si jeni një gjak? Ja, si jemi një gjak, kemi drejt më martu. Ato bëjmë një miqësore, që jemi familje. Po kur të mira të pura. Për që si jeni të bashkum kështë, Po, bashkum. e dëni njëni tjetërin. Kemi respekt për njëni tjetërin, ne dojmë njëni tjetërin, gjithë shka është në rregull. Gjithë jemi motra e vllazën. Ka Ishte pasur. i ndrum, shumë knatësi, Shumë faleminderit Dorentin. Njëra të rrit. Po nda zonë në parora, në përfusha, ku pa qëllon. Kun mull spjullo. Shumë respekt madh për tije. Edhe vazhdo këtë emision, inshallah gjithmonë ju prim fati, keni suksesin çdo hap tjetër. Jeni në katonin e rapsot më të madh. Që ka shkëlqy në tana trojet shqiptare. Ju jeni ata që neve na sjellni çdo ditë në fshatrat ndryshme. Ju jeni ata që na keni sjell na ku jemi sot. Mos më na përcjell jo, se shason. Ja, na misioni ju vazhdimisht. Kështu që na jemi falendrues gjithë jetën. Faleminderit Juve edhe në secilin fshat. Faleminderit për ti. Shumë respekt madh. Faleminderit i nderuar shumë. Shumë faleminderit. Më bë shumë qefi që u takum. Miru pafshim. Me semine po vazhdojmë se që ju premtova pjesën e mbetur, po e përcjellum edhe këtë të ndërumin që bisedum për fshatin. Nëse një njëri shumë pozitiv, po si i gjejën e këta banur ashtu si që jam vetë. Pozitiv. Ditën e mirë. Këtu pas ka qenë një marketa. Po më duke që kemi marrë informacionet mjaftueshme sa i përket fshatit të Mleçan, një fshat që njihet miru pafshim, një fshat që njihet pra për shumë gjëra, i ndëgjut intervistat,
Nuk po i ri për sëris, po ja u prishin ai muhabet, këtu kështë ma mirë po i loj me kaq. Çka mbetet mu me komentu fshatin, nga jetë çka në shë, jam të po ora, fusha, pjesa që kanë mbet kështu, ka prej atyre familjeve në fakt shumica e kësaj pjese si që më tregun nuk janë brenda fshatit. Është një pjesë që dominon në mërgota pra cilët e kanë braktis fshatin. O, fshati që atë që i madhë është, sa që kont na u kanë lodhë. Po ne gjithsesi do shkojmë, do mundohemi me përgjithësu edhe sot këtë fshat, ashtu pomje do i keni të shfaqura me drënë, si çdo herë edhe në këtë fshat. Çka po vrej diçka ondi, qenë s'ko. Pra banori që e pata në intervist, banorin e mrekullueshëm, u shkoj ka ek prej Pasuli Mishin, edhe ma ka sill. Zoti ju dhosh bereqet, toblën ta kthej dikur. Mirë pafshim, faleminderit. Ja pra, si më presin njerëzit gjitha ndej fshatrave. A dëm pak ondi? Kuani shkom rakon në mesh. O, shke putë ma shpejt e o Mishin. E se që jem të e po edhe një tjetër banor, po shkojmë po e përshëndetim. Të nxat jeta? Përshëndetje? Si jeni? A mune me fol 2 minuta me juve për fshatin? Para kamerës? Kom ju pytën e diçka, i di pytjet të në tash të shtroj. Si jeni? Dere me qurë burga. U, larga, sa, jënë me mujtë popullin teme që ngriti për vjetë li e më mburg. Ajni mirë. Mirë faleminderit, Si ju? beqari, si bashkë. Shumë mirë u knaqem. Gjime, Ju? shqyqyrë, gjithë mund një shala këto. Amin inshallah gjë. Si jeni ju, familjen, me mirë. shëndet? Mirë. Qësh po kaloni? Qa po bëni? Po ka marrë. Po ka përceni dyqysha? Me boku gjithë pa bëj. Keni punu mjaft ju. Po, dhe bëllë I meritoni do dit pak se fa. Po, se fa po bëj. Syzat i paske matë mira se të mija. Po, A i ndrojna? ha. Hajt pa shalon i ndrojna. Ha? Hajt i ndrojna. Falë. Mos e vëllaj ti marrë tani. Pasha, zotë e merë, unë jem e gjëmert. Nuk e kam problem. Ti marrë tani. Jo këtu mjekimi ka qitë. Edhe pse jem kredi hala për çdo syza, ti foki. Pse pra. Jo, për çfarë hajgor po bëj, po çfarë kredi? Mu pa pare me ka dhënë mjeki. Po, a? Po. E ku është ai mjek çka i dhënë? Prishtin. Prishtinë? Po, ti a e që ti ti. Qa që jetoj, se nuk jemi Prishtinës. Të në gjizu. Po, s'ka lidhje. Jo, Kur që mohabet, klërshëm po bojmë. Hajde po flasëm për fshatin. Ha. Jeni banur që sa vitin këtë fshat? Që 90 vjetë. 90 i ki rëmbullaksu. Vëlloj, 89 i kam. E kur e bën 90? Kur? Hajde Me ditëlindjen. 15 janar vitit që të gjithë. Tash me ta sill një turë të mos e kima tash. Po, ja, tash se kam. Edhe? Qysh po ecin E, mirë, punë? valla, Jeta këtë mirë po bëhet? Mirë. Qa po bëni, qa po vyni? Dhe qatë dres për jam shëndresh puna. Po kaloj mirë. Sen të kesh s'ka. Koshërit, i ki kësajde? Këtë po punojnë po. A i ki koshërit kësajde? Po. A e kanë braktis fshatin? A kanë lënë fshatin, a kanë dalë prej fshatin? Që këto 2 shtëpia sena si këto. Pa bukra, gjëna. Këto 2 shtëpia këtë e heq. Ku është shtëpia juve? Që- Këto. që E, kjo, që- mashallah, sa e që- bukur. Jepja unë një fokus. O, gjënxeja shpinë glancë. Shpinë ma të mirë se temen, unë gjithë ditën punoj. Ha? Shpinë ma të mirë se temen. Edhe në kom punu. Ke punu, po... Unë shumë kom punu. Edhe unë pëspunoj. Edhe i ka ndje këtë, po apet i maru. Djem, ojza, keni? Po, i kam. Po jetën me ta? Po, Ka ndalë prej fshatit? Me një jetoj që ty e kam, një kam me veti. Valla, po e mbojshit, po, s'pi bëj ka mirë Sfirina. Me nëzit, ishte me na përshëndit. Shumë bukur e pas këtë, po ja lo hapsiren ondit. Shefini o borët tek shqiptarët, marifet me sy. Mësim shembull jem për tjerë, tha.
Valloj, Valloj pa. besoj që po. Pasha zote, po që krejt e shtrume me kubza. Po, Edhe pas ke modelin shumë të bukur. Shtepis. aty qika djallë të ka zgjedh. Aja përdojnë përsinë. E gëzofshit. Mirës. E tash me të pyt, ka janë njerëzit? Ka janë njerëzit? A ka mbet fshati me njerëza, ka ndolla? Unë i kom 5 djellë Mashallah. e 3 qika. 2 djellë e 1 qik i kom jashtë. Dhe këtu janë 3. Lëm t'ju se keni bo fmi shumë. Po, Nësët një dytën e menojmë. E, po tash arë që është të kua. A vërë të Ju kua? matë meqëm ju. Po thua. E me i pas taku kësoj kuhe, a i këshe postit. Ha? Me i pas taku kësoj kuhe. A i këshe botit. Besaj. S'besën? Jo në po t'lakmoj. Po t'lakmoj. Një me, Po ma mirë, 2 anej, 2 kënej, 3 kënej. e një kom përsin punën. Në kateron të botës. Po, Po do ma mirë. mirë bodë për qatë. Në ka duhet më shkjep, se s'ka, jetë një vend të ashtu. E vërtet, do të pun. Në ka në bjetë gjallë për bështjes, Mhm. tash bështja është. Është lama Një mund me ime gjallë aty, qërtë jo. Jo si dikur krejt fshati që është marrë me bujtësi. Jene marrë me bështje, në marrë që të kërë në dimu jonë shoqit dhe tash. Mm. Tash jo, tash. I kush për këshu punë të veta. Ju në shkjep njerës. Ka masë. Gjështu. Masi ju jeni banor këtë dem, baba dem, në Po, 10 vite, po. cilë është kujtimi ma i bukur nga ky fshat që e ki? Që të kujtën? A i kujtim në sërë vjeta, po, nuk janë miras ato. Pa na i kujtim të mirë, thuma. Të këqijat piloj monash, na i kujtim të mirë. Na veç mirë doj me fol. Të këqijat për mas. Vallaj, për mira. Kur ti ka fol zoti fëmin. Po, po së bjenë. Po ma shumë jeni ka një në punë. Në punë ka në hekë, mas. Kush ka pas vakë me këqyët mile, qysh pa rritet, a qysh pa shkona, kush me këqyra. Tash nipat, a ki nipa? Nipa mbesa? Po, shumë. E tash ja u din lezetin nipave, mbesave. Besat e nipa kam shumë. Edhe po besoj i den ma shumë se fëmin të. Vallaj, ma shumë po. Thash shpejt me përgjigjen se e di, më pas thoj ju si kisha besu. Ja, po. Se tash po ju bjen me nejt me ta ma shumë, me hup ko, Qashtu, me ta ma po. shumë. A ka ndryshu di? Edhe ku shkoj atje, ku shkoj ka herë në Gjermani, kam Që 2 djeli, kam Po mundesh me u thu vesh Gjermani? meti kam atje. Mashallah, mashallah, familje madhe. 2 djeli, 2 reja, tani ato kanë djelët i kanë martua, i kanë rejat, i kanë nipa, kanë Familje madhe. po vallaj. Ju keni qef kështu me ka familje të mëdhoja, me pas nipa e, stër nipa e. A ke kur ke? Ke kur ke? Bo, mos së bo, ashtu. Ma mirë së bo. A ma mirë, sët, anë kohën e juve. Ja vallaj, së dhe ma mirë. Qyshje dorën për mas, të nejtë, të dollë, të nejtë postër. Jo të ne, që unë smuj, asë atë E, s'ka as punu tash baba s'porrina? jam, kur ako. As tash të përrina? Jo rrita, s'pune kush, Po. me qëto e na, Po. në pra barka pak, se. Po do në thashëm fillim, ju keni punu bëllë. Këna punu, Unë veç po, kam qef pak me të ngucë, se di ju në që keni punu të gjithë. po, vallaj, këna punu. Edhe ta shqyqër ju kanë orë dë ditë pak se fa. A jeta gjithë të Po, hekë në shkon. vallaj, sens prekum tash veç që rrujmë shnetën, qështu, në ditë. Shqyqër i ki djemë, Qëli dvojza. pire në ditë, me kalu edhe pas punë. Me shëndet apo je mirë? Mirë, vallaj. Po mund është me ecka pak kështu në përfshata ju? Jo, S'mund, zhveç brenda u burë. e kam në më ka qu djole një si Makinë vogël me levizë, a? makinë të vogël, sa me shku në sitore, Sa një mirë. kafo që atje. E si jo, Sa mirë, i lumë djallit. o, vallaj, për Gjermani më ka. Tana të mirat e Zotit, unë veç deshta me ju përshëndet. Falënderes. Inshallah i bën 100 vite. A jenë bon? Që 105? A? A? Jo, Pak po duken, jo, 110. Pak ma shumë, për që ti. Apo dhe goja. 120. A Bon, mjaftushëm. bon. A 120. Jo, jo, ti e familje. Ja, super. Inshallah, Shëndet. inshallah të gojnë. Po, jo kështu ne, ko gja me bërë qëtjem. Lës pa kishë njëri me dik,
Mi bu 500 vjetë. Pasha zot, a shpirti jam me lëdhën e kom qefe pa vallaj, vdekshme me kon s'ka- tut na shkreta kom e S'ka dekëri. se kush me dik. Pasha zot, ja kur t'vjen ai moment. Shumë njëri pozitiv, ju lumt. Hajde. Çdo të mirë, miru pafshim. Edhe ju, çdo të mirë. Hajde po vazhdojmë kështu drejt. Një njëri kaq pozitiv. Nuk mundem pa i nguc pak ta pleqt. Jam mësu me gjyshin tem, Rahmetlin. Po, kështu e vazhdoj. Dyrt e oborreve hopën, gjithandej. A e din se një fshatin unë kështu që janë mikë pritësa, kur ja fshat dyrt hopën. I kanë kështu, kush du në të vjenë bojrëm, e shumë bukur, edhe disa shtepi tjera të bukura, do të me cek fshati ka nevoj për ca investime, për shembull në pjesën ku ndodhemi jem të e po, ka aty këtu mbeturina përveç kësaj në çdo rrugicë thuja se mungojnë trotuarët. Apo vazhdojmë kështu? Rruga Sheremet Kryeziu, pra jemi në lagjën Kryeziu, ishte edhe një, a e mbajtë mend Shala, gjithsej 7 lagje më thanë që janë në këtë fshat. Po më duket që është komplet Malishev, a që madh është fshati, sa shtepit e bukura, edhe këtu, o burri, shumë planin, cute e paska, lezetshëm. Cute, kuku i thot më shtimi qenë. Shtej pas në bërë të... Eken, a mos e këni. A do një mësafir? Po, hajde, që sa të mirë jenë. Po, ko shumë thot jo se. Vesh që përshëndeti. Ja pa e bo një foto me ty, s'dal për ju borrit kur. Si jeni dru, a jeni? E bashkëm për cilë ki me bo një foto me mu. Bocit, unë nuk dal prej Malisheves, pa e bo një foto. Puntuarin duhet me fotografu edhe me katur ka punen. Fiks. Ka kena Sa nevoj. nuk i këti katunit Jo, ta? jam që këtu, unë jam puntuar jam, që të jasha rritë. Ani puntuar ti duhet ta. Jo, po gjena që të na. Po, shumë duhet. Që Unë se ne na knena, Allah të bravo të kush, shoda ta prind zoti mor gjithmonë. Minë më kënash me këtë fjallë kaq të mira. Unë e falë ju që vizitoj fshatra. A dhe hini pini kaj kofe? Do t'ju dhosh për e qeti. Po, Ata deshën në s'deshën në hi. Bravo, po vojnë pa kaj. a dhe pini kaj kofe, se ju jeni mirë se orë, se ju gjithmonë ju përsjellëm, edhe emisionin e keni shumë të mirë, dhe shoda ju ngatë zoti qështu gjithmonë. Unë emisionin nuk e kam të mirë, po ju jeni të mirë. Ja, valla, Ju ma bëni emisionin e Ja, mirë. valla, edhe ju e bëni E të mirë. mos me kon një. Ja, ju e bëni emisionin e mirë, na jem të knaqën me juve. Edhe na me juve të jetë të kënoqëm, stër Hajde pini kënoqëm. kaj kofe. Zot ju dhosh bërë qetë, Hajde, kem- ajde si. Ju mrena hic po im. Po ule mune me juve këtu, e cilit fshat ishte? I cilit fshat ishte kjo Leçan. Leçan. Leçan, po. A dhe kim, je Ajo është Malek. I Malek. Ani na i ditë tjetër shim. Apo ulem që se s'kom ju marrë shumë kohë. Hajde. Vesh një 2 minuta. Hajde, shpejt të përfundoj. Ani merë pak së gjukë. Zot ju dhosh bërë qetë se na kanë jep mish të pasullit. Po. Knoq jemi, po, dhe Ani mish të zi. mirë. Qysh po kaloni? Mirë. Mirë. Tisa në fshatin Mirë, Leçan. mirë, jetesa është e mirë, ai që të me punu shumë mirë. Shtëpinë pas ke po Shpinë shumë. kom mirë, një djali kom Gjermani për në animon boft hajer. Edhe ju knej. Edhe na ne ka pak, me ekspej kom kesh për kërgjo, e që s'pa kem gjenë me kon me nejtë. Se ka hukë për gjenerata ju në ka shkuj në bona gjatë e 5 vjetë, që 3 ditë i kom po gjatë e 5, është I benzin. bëfsh 100. E hangëm vjetë, gjysën e nivojt e hangëm. Aty vetëm Zoti e di. Shqyqër plot shpinë e kem, dje me qika, shqyqër I mirë. knoqëm po dukesh që je i përmbushëm. Gjarët e 5 vjetë i kom po kush që më ka thonë për në morë më lullë, me hanga gjithë shakjek. Qështu, ja vlami, ja djallë djemë më kanë bo, ta është vish, Apo ndëgjojnë djemt. po, Sa djemi ki? i kom 4 djemë e një vajtë. Inshallah. Një the ki Në 6 Gjermani, vendit. Gjermani e ka hotelin e veta, e ka blie 2 milioni gjysë, banesën e kam masal bit malë, 110.000 euro kom ble, 120 metra ka të vë. Ku ja bleve ato? Veç e bleve Ja me veç me pas. vlesë, ku mi lopor, që më thënë, mi shpër lopor. Ishtë bërë lopor. Bimi do t'i lojë në qëtë. Nga i djallë të më thonë në gjithë këtë pasurinë e Këtë, ke. po.
Këto brenda fshatit po mirëm të shajmë të po me drum. Po, këto kom jaran edhe kushi e kom, ma pruni që të më drung, tha, kur du sa hosh bje por, ta viti sharriti, sa shti qes për dimet i loti pa lej. O diçka që i mungon fshatit? Valla i më ngën pak, jo rrugë të mira, jo rryma herë, vjen për nanore, në më lësheo, zdi shumë Edhe u sjellë se nuk e kish. Se jo ti kemë gjitë, në vëqë i kanë gjitë, i kanë lefë të rrë asfaltit, qanë, s'ko. Si ku ja bëni për... E kira qenë me punor që ko punojnë, 80 metra që ke vërë qëtu, që unë që ke veni qëtu, 80 metra unë shfellë. E kom qenë qëtu me burki, po mirë. Si u i keni? Të si të të mja bo, të të më gjinë? U i kena, me i ekë s'pa ekum. Vish pa ekum që qërvitor që të punu heq. Albini, hane. Qa ti vesh? E tonë ja këna qitë votët, për jo. Tash për të me qitë apet, ka i qeneve për fmi, me qitë votët, ku ti bjell lazo, se më doke për të me i apet në gjithë. So shta e ko gjonë. Një ako i furtë, të ako në rëgova, se mo kujtarë për qene vjen i mirë, zvjen. S'ka kajtë hajna. Me një votën hinë ma lishen punë. Qëtë ma votën të shtinë punë. Një 2-3 të bleqani një. E kanë shtikë në punë, në maj kujtari, në kujtari tina, që ti që është një nisës, jari të ta ma qëtë votën, të shpo, ata ma qëtë e të, ta shpo ta pinë dohoni tinca. Ta kushin ata ma qëtë me. Me amet, ta shfiloni a hinë punë, ta shme një votë. Filoni me një votë. Ta adin, ta po. E që shqitën, ta s'ko kojle. A i tha të shtinë punë, ta shmo së vynë në vota, me ta anë tyje me hinë punë, ta shmo një po vjetë. Po nuk bëhet me hinë me një votë në punë. O, dhe ty të plas zemra për tritë, se për veti mo... Gjatë e 5 vjetë mos u vynë, tash për i revi ku më shku. Nuk shqitit vota për një vend punës. Si vota jam, si e jotja. Shka që peshe e jotja ma tepër. Që ki shkuat ma tepër. Po, nuk jenë të këshyrë. Sa kanë bet rinin brenda fshatit, rini? Valla, heq s'kanë metë. Që ta është kajtë rinin, shka kemë 50 vjetë e kënena. S'ka rinin, me fillë që mund me gjithë. Me sa e po shonë e kështë gjatë rukëtimit, po merë që të shumë me bujtësi, gjithandej traktorë. Kajtë me bujtësi, me lëbë. I kanë 4-5 vjetë që të lëbë ka 23 copa, me gjamë që Ka shumë prej aty në familjeve që e mbonë vetëm nga bujtësia? Kajtë ka bujtësia jenë për mëjnë 20 shpi. Që ata s'kanë të ona vish me qatë lëbë, me qatë vish. Dhe më thonë ka familje që se kanë punësum kërkan Ka kanë heq. Ja merë për krojë, si për të shqipnia social. Ata shqipnia për të për krojë, na i për të social. Ja merë social, ja merë ato. S'ka për gjo. Nuk o jetë që shakon për para. Shumë shtrejnë. Që në dashën që të kom bon, i kom pos 300 vetë. Ta që po dashën thirë ty, me si merë thminë. Unë atë thmija vi e këzone, se unë i këzu, sa i këzu. Po ko që thmija më këzu, me po Vëllaj, s'po të lone fmi në rrugëve me ardë ndasëm kërgjë. Ka të për dashën, që të për sebe me këna pos, pa thmija dagje. Jo s'pa vi hesh, as me thmija, s'pa thmija. A i thmija knoqen? Thmija knoqen, sa i këzu thmija, se unë i këzu, kur i këzu. A njini me gjithë banor, se Qajtë fshati na e shumë i jem madhë. një gjaki. Nja pesur, ja kom njësë këti fshatit, kur po pres fundi, kur po Të kryje. shkolla gash, një 4-5 shpi, se kajtë kryzien. Kajtë jem një songi. Vëqena ti me malë jem damë. Në lagje kështu, Po, cila lagje është ma e mirë ose ma e ndërtume? Kështë ma e Ma bukur? ndërtume, është që kja i lagja jonë për qëtë për pjetë. Dhe këte të shkolla. Që 9.000 më ziti më ka bot. A ke po... Pra s'ke sene A për ke tjerë? qëtit në për më lëshan. A ke po që se ziti, hala. A qëtet, pa vinë ambasadat Gjermone, pa kujtën që ambasadat Gjermone, pa ma jo privat, ke shpi. Po, një kushi i gashve adek, a me të po shpirti, ja ka njës kushi, jam ma u shpirti, dikush 100, dikush 200, a shka i një të bo, bëdjem një kujtoj katonit, dhe tha, jenë të qitë porë, sot kanë. A 2500 atë merit të unë. Ja ka në ma u shpirti, vjeti këmë 12.000. Sa ma shumë që jep, ta shtanë zotë ma Valoj, shumë. po tani e theva kamën qko, në kuk, e në dheva. Mas miri, mas... Tani për veti unë. Mas gjithë kësaj ba mirësi Po, e... i thash hoqës, thash, po shka hoqë e theva, tha, ma mirë që këtë sy komë, tha që këtë mund të me veti pali vesëm. Tha po këllohë shumë porë, tha vish komën pak të ka të klu që mu më sjep, se e s'me ta din. Po shka zotë, sëtë nuk ta din, jepi pa t'jahova. Je thujnë edhe me jep shumë dikur, vjen bërë Ja qeti. t'vjen bërë qeti edhe hupat atë humanitetet që ke posë. Se zojnë me ha. Mushtimi me ki. Po e përmbyllëm me kash me këtë busqeshe ma mirë, sos na ka kallëzuar edhe diçka tjetër. Unë i falenderoj që na pranut në borrin e jo, ishte shumë knatësi. Ja, po ju një mirësaur,
Po na kanë fjerë shki që tu s'këna pas ka me bo, ja shqiptar. Po ma qef kom ty me të nejtë, si me një shko, u të shkit nacional kuzot, as më qumë saba. Ma kanë kollë të me shpije, ma kanë vroj djallë luft, e kom vronë qara vranë. 4 vjeq. I marrë kështë 200 evë, edhe s'kom po shka me bo, jo. Jo jeni meseore, shqip jeni, shqiptar jeni, çdo kon jeni, motra jemi, vllazën jem. Se si jem bashkë, na s'në bëjmë kur gjë. Njerëzit si ju neve na japin motiv çdo ditë në fshatin. Unë jam i dhim shumë botë, se kom vujt vetë. Jo që kom pos s'kame, po kom pos fukarallake, kom pos të farose, të një, sa në mashtinë nuk ka. Se ku ta kish një e smut, këtë familjen e ki smut. Nuk është të thonë se jeti e Prishtinës se ky ka unë shti Gilonit e ka unë. Se me Prishtinës asone? Veç jetaj? Ani, s'ko lidhe, jeni këtë motra vllazën jem. Se ku jem shqiptar, jemi Inshallah, vllazën e çdo motrës. kon javnis mirën, inshallah jeni shnesh, edhe keni sukses në punë, edhe në sukseset juja. Ja arretni ku keni qef ju. Amen, inshallah, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, ju përshëndes. Hajde, çdo të mirë, kalosh Çdo të mirë. Hajde po, respekt. përshësit me fika kafe. Zoti ju dhon bereqet, faleminderit. Kalosh mirë, jam një shatë mirë. Faleminderit shumë se i Inshallah- kemi përfundu kofet. Inshallah gjithmonë ju një mirë. E ju shënë për televizor që jeni shnesh e mirë. Gjithë kime na po. Hajde, Faleminderit shumë i në pofshëm. Kingo, shifemi. Po largohemi nga një super familje shqiptare, me vazhdu rrugtimin, faleminderit gjithandej njerëzve me zemër të madhe që nuk hezitojnë me na i hap dyert e shtëpisë, ka mirë, pa ka mirë, ju lumt, kam çka me tregu, kam çka me pasqyru gjithandej Kosovës, njerëzit popullim më i mirë, më i dashur në botë. Miqtemi, erdhi fundi edhe fshatit Mleqan, duke i falendru për zëmërsisht banorët për pritjen e mirë që na e kanë bo sot. Faleminderit edhe juve, miqtemi, që qëndroni besnik çdo herë ndaj nesh. Ne takohemi në fshatin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëçi!